Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi me mua Tirana Lilin. Sot pranë jush do të sjell një moment shumë të bukur. Në fakt, vajza që ne e kemi duartrokitur, e kemi dashur, vazhdojmë ta duartrokasim, vazhdojmë ta duam, vazhdojmë të jemi pranë saj, nëpër të gjitha rrugtimet që ajo po bën në artin e saj. Këto ditë na ka befasuar. Do të ndaloj të flas për Egli Takon. Egli Tako, në shumicën e rasteve, familjen e ka mbajtur shumë privat. Do me thënë është nga këto personazhet publik që jetën e saj private e mban shumë private. Kemi patur kurreshtje të shohim kush është e jëma, kemi patur kurreshtje të shohim kush është i jati, kanë qenë shumë të përfolur, sidomos gjatë kohës së Big Brotherit, marrëdhënia që ajo ka me babain, që ka me nënën, do të thënë ka patur amendësime të ndryshme.